antar partije. Pra mund ta quajmë si një diplom të dytë? Urdhë? Mund ta quajmë si një diplom të dytë të isë në partisë në atë Shiko, periudhë? tishe me tësër partije në atë kohë, unë kisha një kolegun tim që ishte zëvend sekretari i byros së partisë atje në radio televizion, pasaj më mbrapa i e ktheu xhaketën e kuptoj tjetër për nese. Dhe më thoshte mua, mos diskuto kështu në përmbledhje, se do ta hash. Se unë diskutoja që mendoja gjërat. Pse u dashka që ne të na bëj karshillek nusja e djalit X-it atje lartë në katin e sipër me atë fundin që e mban deri këtu sipër edhe ne të shikojmë. Pse u dashka se është nusja e djalit filanit? E thosha me emër. Po, e kuptoj. Ose tjetri, sepse na qenë nga djali X-it ai tjetri dhe të ngrihet në mes të auditorit të gjuaj pedagogun me grusht. Kush e jep këtë të drejtë se qenë nga djali X-it apo Epsilonit? Mirë po atëre diskuton dhe njëri kollaj dhe ai më thoshte, më fuste krau mua pas mbledhjes. Do ta hash, më thosh mua, mos diskuto kështu në përmbledhje. Do ta hash. Edhe më mbrapa unë nuk u pajtova. Unë pastaj nuk u bëra dot as i besuar i asaj partisë tjetër që erdhi në pushtet. Edhe ata kërkuan me njëherë që ta largojnë filanin. Ta largojnë filanin nga radio televizioni se është komunist i rrezikshëm. Mirë po më thirri ishte drejtori radios, i ardhur mbas 92-shit ai. Njeri shumë i mirë, Bardyl Pollo. Më thirri atje në zyrë, më tha mua nuk të kam thirrur zyrtarisht, të kam thirrur miqësisht, se të respektoj. Ti e ke parë që unë vite studio jote dhe të shikoj se si punon ti tha. Prandaj tha të kam thirrur kështu tha. Është diskutuar në mbledhje tha që ti ikshi pari se je komunist e rrezikshëm. Çfarë thua? Po mirë më i tha shumë. Iki nëse i prish punë në radio televizionit iki. Tani më dëgjoj deri në fund. Kështu foli filani tha, kështu foli Fisteku, kështu foli dhe unë tha kam marrë angazhim që të provojmë edhe një herë. Se Skënder Buçpapa nuk të njeh tha se kush je. Që ishte drejtori i përgjithshëm. Kam marrë angazhim tha dhe prandaj po të them tha nuk të kam thirrur zyrtarisht, por shoqërisht. I thash faleminderit shumë, me që më thirrë shoqërisht, po të jap fjalën shoqërisht. Po më dëgjove më i thash unë se më tha më po ti zihesh në kafe o burri dhe të zihesh me njerëzit, zihesh në korridore, zihesh gjithandej tha. Me tërë do përplasësh ti më tha mua se diskutonim për punën e politikës. Jo ti je demokrat, unë jam komunist, jo kështu. Siç ishte atëherë. I thash po t'jap fjalën. Po më dëgjove më i thash të mos më lësh kusur. Edhe u tërhoqja nuk u mora më pasaj. Su mora më e pashkë ajo ç'ishte në dorën time pastaj edhe. Po nga 2011 kur i larguar nga Radio Televizioni Publik Shqiptar edhe më sot. Vazhdoni me këto diskutime, jo ti demokrat, unë socialist apo komunist? Jo, unë kam këtë të mirë që unë suaportoj. Se unë i di kush janë nga vine kush i di. Vetëm se ka një gjë. Po. Që unë nuk i mbaj, unë ja them po si mbaj mëri njeriu. Nuk i mbaj mëri njeriu. Edhe nuk më mbajnë. Me përjashtim të një dy rasteve, janë një dy raste që i shikoj tani edhe më kthejnë krah, nuk e di. Bile njerit i thash, ora i thash, ç'a ke? Më thuaj. Më thuaj mos se unë nuk më vjet turp të them ora, e kam bërë unë këtë gabim. Nuk më ka thënë. Asaj tjetër, për nese. E kam fjalën që nuk më mbajnë mëri. E kuptoj. Edhe unë s'u mbaj mëri, absolutisht. Sepse bindja tek e fundit është individuale. Ty të pëlqen X politikan, mua më pëlqen ai tjetri. Mua më pëlqen kjo mënyrë, ty të pëlqen ajo mënyra tjetër. S'ka pse të ashtu tani. Të bëhemi për politikën, të bëhemi hasëm me njëri tjetër. Jash. Aktualisht si vlerësoni politikën shqiptare, zoti Aliu? Unë vetë e quaj politikën një e keqe të domosdoshme, një e keqe domosdoshme. Është veprimtaria më e keqe e shoqërisë njerëzore, por më e domosdoshme. Sepse nëpërmjet asaj, domethënë shoqëria njerëzore bën
korrigjimet, bën ecurinë, bën zhvillimin, bën ashtu. Po duke parë, jo këtu tek ne vetëm, duke parë kush e bën politikën dhe si e bën, edhe këtu edhe në botë, them, fatkeqësi. Të shkojmë deri te superfuqia më e madhe. Është në krye një X njeri i cili bën atë që unë për shembull nuk jam dakord ta bëj. Po si them dot aty? E djej. Ose këtu i shikoj këta që bëjnë politikën tonë këtu. Të vjen keq me thënë të drejtën, të vjen keq. Po s'kemi që bëjmë, ajo është. Kam ndonjë pyetje tjetër për ju, zoti Aliu, në lidhje me politikën. Politika shqiptare ka qenë më mirë ajo politikë e cila ka qenë para viteve 90 apo kjo që ne kemi aktualisht tani? Shiko, politika e para 90-s, për mendimin tim, kishte shumë të mira, sepse e nxori Shqipërinë nga errësira, e zhvilloi, e arsimoi, e bëri me shëndetësi, deri edhe në fshatrat më të largëta, më të thella. U zhvillua industria, bujqësia u bë moderne, dashu. Por kishte disa gjëra që unë nuk... Tani sepse zihet gruaja ime me gruan e atij X-it e pashu dhe unë të marr ata t'i fus në burg apo tashu, sepse bëjnë fjalë, domethënë. Ajo ambicia brenda për brenda sferës së politikanëve vete, ashtu ajo lufta e klasave që e merr tjetrin edhe e syrdis, qofse e justifikon ai që ka bërë gabimin të vejtë të vuajë dënimin mirë, po çta ksirat kishin fëmijët edhe njerëz të tjerë të farefisit që venin përfundonin në për... Ajo ishte, për mua nuk ishte absolutisht. Vijim tek... Pas viteve 90. Pas viteve 90. Ne paka shumë bëjmë të njëjtin gjë, por jo me ato ngjyrime dhe me ato emërtesa. Në qoftë se unë dal kundra kryetarit partisë dhe i them, "Ore, ke gabim, se kjo nuk duhet kështu, po duhet kështu", kryetari partisë mua më syrdis. Shikoj që ndodh sot. Që ndodh sot me politikanët tanë. Ka djemë të rinj aty, edhe vajzat të reja, edhe ata që janë në pozit, edhe ata që janë në opozit. Ka nga ata të rinjë të reja e opozitës, që ata i kanë përjashtuar fare. Pse? Sepse nuk do ai i madhi. Është normale. Ata si do eci ky vend? Me atë frymën e para 40 vjetëve, me ato mentalitetet e atij që ka vajtur 85 vjeç sa ka vajtur, apo të atij tjetrit e tjerë me radhë. Kështu që nuk... Unë e kam patur e porosi nga plaku im ndjes pas, thoshte mos u merrni me politikë, thosh. Mos u merrni me politikë. Se politika të çmefton, se do i tjetë. Po atë se nuk do se të gjon ndonjë thotë ora po ky dhe po na dhan nga mend ky për politikën ashtu. Zot Aliu, unë të falenderoj që të pata ditën e sotme këtu në podcastin tim Kohë për Reflektim. Gjatë sajt intervistës së ditës së sotme, sa reflektoi Xhelil Aliu? Por unë me thënë drejtën, unë erdha me mendimin që do bashkëbisedojmë kështu për një farë kohë, kështu për duke se shkoj goxha, ha? Po, kaloj goxha minutash. Shkoj goxha dhe erdha me mendimin, po ti më ngacmove në shumë çka, në ca drejtime që edhe si kisha menduar, edhe në ca shu, mbase nuk duheshin thënë të gjitha, po ti e ke vetë në dorë atje edhe gëshërën edhe ato që i rregullon vetë ato. Patjetër. Po gjithsesi unë të falenderoj shumë që më dhe mundësinë e bashkëbisedimit, sepse ishte një lloj bashkëbisedimi sikur ishim ulur në tavolinë atje në një lokal edhe
shkëmbyem mendime shumë miqësisht. Kënaqësi e jashtëzakonshme për mua, por para se ne të ndajemi së bashku, unë dua prej jush edhe një mesazh për të gjithë të rinjt dhe të rejat të cilat ndrojnë rrugën e radios dhe atë të televizionit, që për hir të së vërtetës shumica e brezit tim adhurojnë televizionin dhe jo radion. Shiko, media audiovizive ka një rol të jashtëzakonshëm sot në shoqërinë njerëzore, jo vetëm këtu, po edhe në botë, më thënë. Unë vlerësoj radion jo thjesht për nostalgji, po radioja të jep mundësi më shumë, të ke liri më shumë, duke dëgjuar radion ti ke të drejtën tënde të ndërtosh imazhin tënd në kokë për atë që ka dëgjon, për fjalën, për mendimin, e ndërton simbas imazhit tënd, simbas formimit tënd. Bie fjala në qoftë se radio, domethënë këto janë veçantitë individuale të radios. Në qoftë se në radio ti dëgjon fjalën pyll, ti ke në kokën tënde një pyll që të ka mbetur që nga fëmiria apo një ashtu, dhe gjithmonë të del përpara ai pylli që ke ti në imazh. Unë kam atë pyllin tim, ose atë fushën time, dhe unë e ndërtoj, domethënë ka veçanti individuale për gjithë secilin që dëgjon radion. Dhe ka komoditetin e madh, radioja që e ndjek radion kudo. Merresh me një punë, radion e dëgjon. Të shkon në plazh e dëgjon, në udhëtim e dëgjon, ndërsa ekrani të kushtëzon. Në ekrani e i detyruar do t'i lësh ato punë të tjera dhe do ndjekësh ekrani. Kështu që për mua ka më shumë përparësi radioja. Televizionit ashtu me imazhin në përgjithësi, me ashtu ato, por radioja të jep mundësi më shumë për të ndërtuar imazhin tënd. Kështu e gjykoj. Edhe radio, televizioni shqiptar sot ka ato të vetat e ashtu, por edhe televizioni shqiptar ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm edhe në median audiovizive të mbas të 90-s, të gjitha këto mediat private, gjithçka që ashtu, dhe një pjesë e mirë e punojësve, e gazetarëve, operatorëve, teknikëve, domethënë sollën përvojën e radio televizionit shqiptar. Shkuan në për këto mediat private. Pra doni të thoni që radio televizioni publik shqiptar ka qenë një shkollë e cila kanë rrjedhur të gjitha televizionet e tjera. Absolutisht. Për mua ka qenë një shkollë dhe duhet të konsiderohet si e tillë, sepse prej asaj dolën të gjitha ata që shkuan dhe hapën stacionet private. Dhe pastaj natyrisht ata ndërtuan e përvojën e vetë, dhe tani janë bërë disa stacione që të imponohen edhe që kanë emrin e vet, pa diskutueshëm. Të falenderoj shumë edhe një herë që ju pata ditën e sotme këtu në podcastin tim, por do të kisha, me qenë se kam të pranishëm këtu, do të isha vërtet një kënaqësi jashtëzakonshme që unë doja për jush, Zoti Aliu, që të më interpretoni disa vargje me zërin tuaj brillant. Po vargje tani unë vetëm të lexoj në një ashtu. Më ka pëlqyer gjithmonë poezia O ju malet e Shqipërisë, që nisni ju, dhe jo lisat e gjatë. Fushat e gjera me lule, qur kam tërmendit e natë. Vetëm kaq doja për jush. Unë kam ashtu më shumë ato të Ali Aslanit, sidomos në edhe shtatën, kisha ato hani, pini dhe rëmbeni, është koha e çakenjve, hani, pini dhe rëmbeni, është bot e maskarenjve. Po ishin disa vargje që i përdonim atëherë në atë kohë. Të falenderoj për zemërsisht shumë që ma plotësuat këtë dëshirë. Shumë faleminderit Zoti Aliu. Faleminderit edhe prej jush, edhe ju uroj gjithë të mirat që dëshironi, edhe punë të mbarë. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve.
Të nderuar miqtë e mi, kemi ardhur në fund të podcastit dhe për këtë të shtunë. Unë ju falenderoj përzemërsisht që ndronim në Dritare Televizion, ku të bëni subscribe në kanalin Dritare TV dhe në kanalin Rodina Xhunga. Faleminderit.